Gogu dhe Magogu, emra që tingëllojnë plot mister apo jo? E po, në eskatologjinë islame, ata janë shumë më tepër se kaq. Ata përfaqësojnë një nga shenjat më të mëdha dhe më të rëndësishme të kohëve të fundit. Sot, do të hedhim një vështrim të thellë mbi interpretimin që i bën atyre Sheikh Imran Hoxhein. Dhe e rëndësishmja është se do ta bëjmë këtë në mënyrë plotësisht neutrale, duke u mbështetur vetëm në mësimet dhe argumentet e tij. Pra, si do t'i qasemi këtij interpretimi kaq kompleks? Ja rrugtimi që do të ndjekim. Do të nisemi me 3 pyetjet profetike. Më pas, do të kuptojmë metodologjinë që përdoret, me Kuranin gjithmonë në radhë të parë. Pastaj, do të zgjytemi në udhëtimin e madh të Dhulkarneinit për të arritur te pika kryesore, identiteti i Gogut dhe Magogut. Prej andej, do të analizojmë konceptin e një bote fasade dhe do ta mbyllim me përballjen përfundimtare. Është një udhëtim logjik që na çon nga një histori e lashtë profetike direkt në zemër të gjeopolitikës së sotme. Le t'ja fillojmë. Mirë, gjithçka nis me një histori, një sprov në fakt. Në kohën e profetit Muhammed, rabinat e asaj kohe dha një këshill. Për të provuar nëse pretendimi i tij për profeci ishte i vërtet, atij duheshin bërë 3 pyetje shumë specifike. Dhe kjo na sjell te pyetja thelbësore, si e kupton nëse dikush është vërtet një profet? Kjo nuk ishte thjesht një lojë fjalësh apo një test njohurish. Ideja ishte se vetëm një profet i vërtet, i frymzuar nga Zoti, do t'i dinte përgjigjet e këtyre pyetjeve kaq të veçanta. Dhe cilat ishin këto pyetje? Po ja ku janë. E para, pyeteni për historinë e të rinjve në shpellë. E dyta, pyeteni për atë udhëtarin e madh që shkoi deri në skajet e botës. Dhe e treta, pyeteni për natyrën e shpirtit, ose siç njihet, ruh. Pra, këto ishin 3 sfidat. Përgjigjet, siç dihet, erdhen më vonë në Kuran dhe pikërisht përgjigja e dytë i hap rrugën gjithë diskutimit ton. Mirë, por përpara se të futemi te historia e udhëtarit, duhet të ndalemi një moment. Është absolutisht thelbësore të kuptojmë se si Sheikh Imran Hoxhein i qaset interpretimit të shkrimeve të shenjta. Cili është themeli i gjithë argumentit të tij? Përgjigjja është shumë e thjeshtë dhe e drejtë për drejtë, siç e thotë edhe vet ai. Së pari drejtohesh Kuranit, aty shkon për dije. Pra për të, çdo gjë fillon dhe mbaron me këtë parim të hekurt. Kurani është pika e nisjes, busulla kryesore. Përpara se të shikosh çdo burim tjetër, aty duhet kërkosh përgjigjet. Po, si funksionon kjo në praktik? Le ta shohim. Në njërin anë kemi Kuranin, që është burimi parsor, gjykatësi përfundimtar. Në anën tjetër kemi hadithin, pra traditat profetike, që është një burim dytësor. Çfarë do thotë kjo? E po, hadithi është jashtëzakonisht i vlefshëm, absolutisht, por vetëm me një kusht, nëse është në harmoni të plot me Kuranin. Në momentin që ka një konflikt sado i vogël, Kurani ka gjithmonë fjalën e fundit. Kaq e thjeshtë. Por ka edhe diçka tjetër, po aq e rëndësishme. Sipas këtij interpretimi, nuk mjafton vetëm intelekti apo studimi akademik për të kuptuar Kuranin. Kërkohet diçka më shumë, një nur, një dritë apo vështrim shpirtëror që vjen nga Zoti. Është si të kesh një sy të brendshëm që të lejon të shohesh përtej fjalëve, përtej mendimit thjesht racional. Dhe tani që kemi kuptuar metodologjinë, le t'i kthehemi enigmës son. Jemi te pyetja e dytë profetike, historia e atij udhëtari të madh, i njohur si Dhulkarnein. Dhe pikërisht këtu, në këtë rrëfim, do të gjejmë lidhjen direkte me Gogun dhe Magogun. Pra, Dhulkarneini, ky sundimtar i fuqishëm dhe besimtar, niset në 3 udhëtime epike. Udhëtimi i parë e shçon në perëndim, drejt perëndimit të diellit, ku gjen një ujë të errët e të turbullt. Shumë komentues mendojnë se bëhet fjalë për detin e zi. Më pas, udhëtimi i dytë e shçon në lindje, drejt lindjes së diellit, ku takon një popull primitiv, por i lënë të qetë. Dhe pastaj vjen udhëtimi i tretë, ai vendimtari, që econ drejt veriut, në një qafë midis 2 maleve madhështore, që mendohet të jenë malet e Kaukazit. Dhe pikërisht aty, mes maleve, një popull i del përpara dhe i lutet për ndihmë. Ata janë të tmerruar nga korrupsioni dhe shkatrimi që shkaktojnë Yexhuj dhe Mexhuj. Pra, Gogu dhe Magogu. Dhulkarneini pranon t'i ndihmojë. Dhe çfarë bën? Ndërton një barierë gjigante, një strukturë të paimagjinueshme prej blloçesh hekuri dhe bakri të shkrirë, duke i izoluar kështu Gogun dhe Magogun pas saj. Këtu historia merr një kthes shumë interesante. Sheikh Imran Hoxhein thekson një profeci që thotë se gjatë kohës së profetit Muhammed, në këtë barierë u shfaq një vrim e vogël. Dhe ky është Chelsea. Kjo do të thotë se lëshimi i Gogut dhe Magogut nuk është një ngjarje e vetme kataklizmike që do të ndodhë në të ardhmen. Jo, është një proces gradual që ka filluar atëherë. Mirë, kjo ngre një pyetje të madhe. Nëse ata kanë filluar të lëshohen në botë, atëherë kush janë? Ku janë? Për t'u përgjigjur kësaj, forsi kthehet sërish te Kurani dhe e lidh atë me ngjarje historike konkrete.
Dhe Chelsea, sipas tij, gjendet në këtë varg nga surja El Enibia. Le ta lexojmë me kujdes. U është ndaluar banorëve të një qyteti, të cilin ne e shkatruam, që të kthehen më, derisa të lëshohen Gogu dhe Magogu. Kjo është si një formulë matematikore. Një popull i dëbuar nuk mund të kthehet në qytetin e tij. Ky është një ndalim hyjnor. I vetmi kusht që e thyen këtë ndalim është lëshimi i Gogut dhe Magogut. Atëherë, le t'i lidhim pikat sipas këtij arsyetimi. Cili është qyteti? Përgjigjja, thot ai, është Jerusalemi. Cili është populli i dëbuar për 2000 vjeçar? Populli hebreu. Kur filluan ata të kthehen dhe ta rimarrin Jerusalemin? Në shekullin e 20. Dhe pyetja e fundit, më e rëndësishme, cila ishte forca që e bëri të mundur këtë kthim? Qytetërimi modern perëndimor. Pra, sipas kësaj logjike, formimi i shtetit modern të Izraelit është vetë përmbushje e kësaj profecie. Dhe këtu vim te përfundimi bombastik i këtij interpretimi. Gogu dhe Magogu nuk janë arjen, nuk janë krijesa të çuditshme apo një ushtri e fshehur në male. Jo. Sipas këtij këndvështrimi, Gogu dhe Magogu janë një forcë njerëzore, e vendosur pikërisht brenda qytetërimit modern perëndimor. Ata janë vetë motori, fuqia, sistemi që bëri të mundur kthimin e hebrejve në tokën e shenjtë. Okej, pra nëse Gogu dhe Magogu janë lëshuar dhe janë kjo forcë brenda qytetërimit ton, cili është efekti i tyre në botë? Si e ndryshojnë ata realitetin ton? Le ta shohim. Folsi përdor një fjalë kyçe për të përshkruar këtë ndikim. Fasad. Çfarë është fasadi? Është një gjendje korrupsioni total, aq i thellë dhe i përhapur saqë nuk thjesht dëmton, por shkatron gjithçka. Sipas tij, ky korrupsion tani është bërë universal. Është një botë ku gjithçka është përmbysur, e vërteta, morali, drejtësia. Dhe ku e sheh ai këtë fasad? Praktikisht kudo. Në politik, ku qeveritë bazohen te gënjeshtra dhe shtypja, në sistemin monetar, me para letre pa vlerë reale, të krijuara vetëm për të shfrytzuar. Në shoqëri, me shpërbërjen e familjes tradicionale dhe moralit. Madje edhe në sistemin ligjor, ku ligjet e bëra nga njeriu, si ato për moshën e martesës, bien ndesh hapur me ligjin hyjnor. Dhe kështu arrim te faza finale, te përballja e fundit. Dhe këtu ndodh diçka shumë e rëndësishme dhe e rrallë për një studiues. Folsi pranon hapur se ka bërë një gabim në interpretimin e tij të mëparshëm dhe ofron një këndvështrim të ri, të korrigjuar. Cila është shenja kyçe e afrimit të fundit? Diçka shumë konkrete, niveli i ujit në detin e Galileës. Profecia thot se ushtritë e Gogut dhe Magogut do ta pinë atë rrugës për në Jeruzalem. Dhe sot, niveli i ujit të këtij deti është në një pikë kritike, tepër i ulët. Është si një orë natyrore që po numëron brapsht. Dhe këtu është korrigjimi i madh. Më parë, folesi identifikonte Bashkimin Sovjetik, pra Rusin si Magogon, një nga dy superfuqitë në konflikt. Ai e shihte botën si një përplasje Gog kundër Magogog. Por tani ai thot gaboja. Pse? Sepse edhe Bashkimi Sovjetik kishte një element sionist brenda tij. Pra, cila është pikpamja e re? Ai tani e identifikon Rusin moderne si Rum, një referencë kuranore për Romën, për botën e kishter që qëndron në opozit me aleancën perëndimore Gog dhe Magogog. Dhe e gjithë kjo na lë me një pyetje të thellë. Si është e mundur që tekste kaq të lashta fetare të interpretohen për t'i dhënë kuptim botës son kaq komplekse dhe moderne? Pavarësisht nëse biem dakord me këtë interpretim apo jo, ai na ofron një mënyrë tjetër për të parë gjërat. Na bën të mendojmë, a janë forcat që lëvizin botën sot thjesht politike dhe ekonomike, apo ndoshta, vetëm ndoshta, jemi duke parë jehonën e profecive të lashta që po shpallosen live para syve tan?